të asaj që kemi deklaruar dhe më parë, ky ishte edicioni i tretë. Brenda 2 viteve janë zhvilluar 3 edicione të këtij aktiviteti. Ky është pjesë e një programi prej 5 vjetësh që ne kemi organizuar për të zhvilluar këtë lloj futbolli dhe shumë aktivitete të tjera në nivelin e futbollit amator. Aktiviteti ishte një sukses shumë i veçantë, morën pjesë rreth 48 ekipe, në një numër total fëmijësh 500 fëmijë, por kërkesa për të marrë pjesë ishte edhe më e madhe, por për shkak të mungesës së fushave në këtë lloj sporti, u detyruam që ta bëjmë në këtë lloj formati me kaq ekipe dhe me kaq lojtarë pjesëmarrës. Në këndvështrimin tonë është shumë i rëndësishëm. Në të gjitha federatat evropiane dhe ballkanike, ky është një aktivitet i njohur tashmë dhe është pjesë e çdo federate. Aktualisht qëllimi ynë është jo vetëm që të zhvillojmë fëmijët teknikisht, sepse ky është pikërisht futbolli i cili i zhvillon shumë teknikisht, por edhe ta pasurojmë më tej dhe të mundemi që kjo të bëhet një pjesë shumë e gjerësishme e futbollit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Planet e së ardhmes janë konkrete. Shumë shpejt do të organizojmë një turne tjetër dhe më masiv, pasi ka kërkesa nga ekipe nga gjithë Shqipëria, por dhe nga jashtë territorit shqiptar. Këtë vit në U9 mori pjesë dhe një ekip nga Gosivari, Besa e Gosivarit, dhe ata kanë shprehur dëshirën për të marrë përsëri pjesë në turnet e ardhshme.